së shërbimeve publike. Pika 10. Provendim për disa shtesa dhe ndryshime në mendimin e Këshillit Bashkiak numër 135 datë 27/10/2023 për përcaktimin e disa kundërvajtjeve administrative dhe sankcionin që vendoset për to në territorin e Bashkisë Sarandë. Pika 11. Provendim për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Sarandë të sipërfaqes së trullit prej 8.911 m2, pjesë e pasurisë me sipërfaqe totale zona kadastrale 8.642. Pika 12. Provendim për miratimin e çmimeve maksimale për zonat bregetare të Bashkisë Sarandë dhe njësinë administrative Ksamil. Pika 13. Provendim për miratimin e vendbazimeve të mjeteve lundruese dhe korridoret e lëvizjes së tyre për Bashkinë Sarandë dhe njësinë administrative Ksamil. Pika 14. Provendim për korrigjimin e gabimeve materiale. Atëherë hedhim në votim rendin e ditës. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet rendi i ditës. Kalojmë tek pika e parë e rendit ditës, masat e marra lidhur me sezonin turistik për sigurinë publike nga Komisariati i Policisë Sarandë. Kemi përfaqësues nga Komisariati i Policisë Sarandë, faleminderit për prezencën. Edhe të rendit edhe të kufirit, unë pjetën e parë që kisha pavarësisht se këtu duhet të tje një përfaqësues i rangu më të lartë me ngjarjet që kanë ndodhur në Sarandë, edhe jemi në praktikë sezonin turistik, edhe vjet nga kolegu Peshi u bë një kërkesë për komisariatin për situatat e ndodhura e meritonte apo se meritonte Saranda dinamitet në sezonin turistik, thikat dhe hanxhat, dhe si vjet ishte më e rëndë që kreu i edhe një qytetar i nderuar i Sarandës e meriton Saranda këtë rend dhe këtë siguri, jo vetëm në sezonin turistik, po dhe gjatë gjithë vitit, edhe gjatë këtyre viteve që kemi kaluar një traumë të vërtet, sidomos qytetarët e Sarandës, që vojnë po dhe turistat e ardhur. Kjo është e pyetja ime. Po, faleminderit zoti Ahmeti. Ka dikush pyetje të tjera? Në mënyrë që ta ezaurojmë si procedurë. Po, faleminderit. Aktivitet tjetër të organizuar nga Ministri i Brendshëm e përfaqësoj në Komisariatin e Policisë Sarandë në këtë. Policia e shtetit ka si mision kryesor ruajtjen e rendit të sigurisë publike, parandalimin dhe luftën ndaj kriminalitetit, garantimin e zbatimit të ligjit, mbrojtjen e jetës dhe të pronës dhe respektimin të drejtave dhe lirive të njeriut në përputhje me Kushtetutën, akte ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë dhe legjislacionin në fuqi. Komisariati i Policisë Sarandë, si çdo vit dhe këtë vit në fillim të vitit, ka bërë planin e masave dhe ka hartuar strategjinë për sigurimin e rendit dhe të sigurisë për gjatë gjithë vitit, kalendarik duke filluar nga data 1 janar deri në datën 31 dhjetor të vitit 2026. Po kaloj për arsye se unë kam të gjitha shifrat këtu me zbulueshmëri me vepra penale, me autor të arrestuar në gjendje të lirë, me të gjitha, po besoj po kaloj tek pyetja që bëri i nderuari këshilltar zoti Ahmeti për sa i përket ngjarjes së fundit të ndodhur në territorin e Bashkisë Sarandë. Dihet që në datën 7 të këtij muaji ka ndodhur një
vepre rënd penale vrasje në një biznes privat. Nga ana e policisë shtetit janë marrë të gjitha masat. Këtu dua të them që ka ardhur vetë ministri i Brendshëm, ka marrë takim me strukturat e bashkisë, me strukturat e komisariatit, gjithashtu ka ardhur dhe drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit për këtë ngjarje dhe për ngjarjen tjetër të datës 14 maj, që një pjesë e personelit të komisariatit të policisë ka pasur masa të ndalimit. Për sa i përket ngjarjes së datës 7, ngjarja e datës 7 është dokumentuar nga ana e shërbimeve të komisariatit të policisë Sarandë dhe drejtorisë vendore të policisë Vlorë. Është zbardhur komplet dinamika e ngjarjes. Autorët e përfshirë në këtë ngjarje e dini që para arsye hetimi nuk mund të jap as emra dhe as veprime të tjera. U them me përgjegjësi të plot si përfaqësuesi i komisariatit të policisë që ngjarja e datës 7/5 ndodhur në qafën e gjashtës është e zbuluar dhe e dokumentuar dhe materialet kanë kaluar në prokurorinë jurisdiksion të përgjithshëm Sarandë. Për sa i përket sigurisë në tërësi, në territorin e komisariatit policisë Sarandë, janë marrë të gjitha masat para dhe pas kësaj ngjarje, se nuk mund të themi që para kësaj ngjarje nuk ka pasur rend dhe siguri në territorin e komisariatit. Kemi bërë një rialokim të forcave, na kanë ardhur forca shtesë për të mbështetur për situatën dhe rendi dhe qetësia është në parametrat e duhur. Për sa i përket ngjarjes së datës 19, nuk mund të datës 14, ku një pjesë e zinxhirit komandues të komisariatit policisë Sarandë për arsye hetimi nuk mund të jap më shumë detaje. Dihet është bërë prezent nga media, nga drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit, kanë dalë masat e sigurisë. Kjo ngjarja e dytë nuk ka lidhje me ngjarjen e parë, për arsye se këto është për të gjitha masat janë për shpërdorim të tyre më shumë se një herë. Kjo është për pyetjen e parë, të vazhdoj për sezonin turistik. Për sa i përket masave të marra nga për sezonin turistik të 2026-s, po e them që komisariati i policisë Sarandë për sezonin turistik nuk e ka filluar as në maj, as në prill, as mars, po neve kemi bërë planin e masave për sezonin turistik në datën 16 janar të vitit 2026, ku janë planifikuar me udhësi për të gjithë mbështetje logjistike, ashtu edhe me mjete dhe forca. I është bërë kërkesa drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit. Kemi bërë dhe kemi një plan të përbashkët masat për sigurinë në plazhe dhe në gjithë ambientet e territorit të Bashkisë Sarandë me komisariatin e policisë kufitare, ku janë përcaktuar detyra të ndara si për policinë e rendit ashtu edhe për policinë kufitare në një bashkërendim të situatës së tokës ashtu edhe të detit. E kemi ndarë territorin e Bashkisë Sarandë në 2 pjesë të plazhit, duke filluar nga Marina Gjertë e Kanali Çukës, është sektori i parë. Ka gjithsej në këtë do të jenë 64 forca që do të angazhohen vetëm për shërbimin e sezonit turistik dhe është pjesa e dytë nga Kanali Çukës djerë në Butrinë, që janë 36 forca dhe këto të planifikuara si me mjetet, teknik dhe logjistikën e domosdoshme. Presim që të na vinë në datën 15 forcat që kemi kërkuar nga drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe është prezent dhe grupi i ndërhyrjes së shpejtë për problemet, nuk është për problemin e plazhit. Po themi që shërbimet e komisariatit policisë për arsye se në qytet po të shikojmë ka filluar sezoni turistik. Kemi shumë turistë, kemi shërbimet prezente si në Sarandë si dhe në Ksamil. Në ndryshim nga herët e tjera në Ksamil kemi shërbim 24 orë në 24 orë. Është shtuar prezenca e qarkullimit rrugor, ju i njohur të gjithë me telegramin e drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit që ka bërë një ndryshim tek shërbimet e policisë rrugore, janë hequr nga rruga për të ndaluar drejtuese mjetës, po janë kryesisht për të ndihmuar në lëvizjen e lirë të trafikut të njerëzve dhe të mjeteve. Patrullat e qarkullimit rrugor janë prezent 24/24. Kemi planifikim të shërbimit të policisë rrugore në akset kryesore duke filluar nga Saranda në drejtim të Borçit, nga Saranda në Skërfit, Sarandë Konispol dhe Sarandë Qafe Muzinës. Pra, mund të themi që shërbimet janë të shtrira në funksion të sezonit turistik. Nga ana jonë kemi përndotjen akustike, po themi janë marrë të gjitha masat dhe kemi filluar që tani matjet, sidomos në Ksamil, ku janë 2-3 lokale që kemi evidentuar që janë problematik për ndotjen akustike, i kemi të dyja aparaturat për matjen e decibelve, kemi filluar me sensibilizimin, kemi marrë takime me një pjesë të
pronarëve të lokalëve për t'u bërë të qartë sanksionet dhe kushtet që duhet plotësojnë gjatë kësaj periudhe. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë, mund të themi, me policinë bashkiake. Kemi ndërtuar probleme tepër bashkëta të punëve, si ata kanë kërkuar mbështetje nga ne, ashtu edhe nga ana jonë nuk është dhënë mbështetje. Ky është pak a shumë problemi masave të marra nga ana e Komisariatit të Policisë Saran për sezonin turistik. Jam në dispozicion për çdo pyetje që mund të bëhet nga ana juaj. Faleminderit. Raport mbi përgatitjet për sezonin turistik në Bashkinë Saran. Kush ka pyetje nga qytetarët e ndërtuar këtë pyetje? Po, zotja Ahmeti. Që në operacionin që bë për hapësirat publike, Saranda dhe zonat e banuara janë akoma me vetje të ngurta këtu e 2 vjet apo 1 vit e gjysmë. Dhe këtu është diskutuar disa herë për mbetjet e ngurta që kanë ngelur për blloqet e banimit dhe nuk ka vënë dorë njëri pasojë. Pastrimi i Saranës është vetëm vija bregdetare dhe shëndetëtoria. Kjo është pjesë e ime. Po, faleminderit zoti Ahmeti. Ka dikush pyetje tjera? Po, zoti Murtaj. Nëse lidhet me mbarvajtjen e fillimit të sezonit turistik, doja të dija nga bashkia çfarë masash do të merren me rekonstruksionin e rrugëve të cilat akoma neve nuk i kemi marrë në dorëzim, sepse shohim kompaninë me një kovllaç çdo 3 metra duke rregulluar gurët. A do të vazhdojmë kështu gjatë gjithë kohës, apo kompania do të vi, do të pranoj fajin edhe të bëjë rekonstruktim të plotë të gjithë rrugëve. Faleminderit zoti Murtaj. Po, zoti Çela. Unë kam një pyetje direkte. Flasim këtu për sistemin trotuar, por duke parë përpara agjencisë së udhëtave, në krahun e duke zbritur duke ngjitur larg krahu i djathtë, është janë 2 tolë me gur dhe një pjesë me bara, një subjekti është i hapur, ka ngelur rrë komplet. Ajo rrugë është ekspozohet e kalojnë qytetarët, është shumë e qarkullueshme nga njerëzit dhe nga biznesi, këtë kam shqetësim direkt nga biznesi. Brenda tregut industrial, diku para ca kohësh është ngritur edhe 2 shqetësime. Shqetësimi i parë ishte për mbeturinat, që janë mbledhur para murit të Kalas, që edhe sot e kësaj dite ndodhen aty, bile edhe në mëngjes, aty ishin siç i ka paraqitur restoran të mediat, plus edhe uji që qarkullon brenda asaj gjëje. Atje është një katastrofë për mendimin tim. Ka ndonjë mas për këtë gjë, dhe e dyta, edhe qarkullimi tek agjencia, janë agjencitë, janë falni taksit, vendoset rradha e parë që qëndrojnë taksit, ku janë të ligjëruara, janë taksit rradha e dytë me taksit që presin radhën për të hikur, janë autobusat, janë edhe makinat e individëve që kalojnë për të marrur të tjerë. Njerëzit aty se ku do kalohet, ajo është emergjencë për ditë. Ky shqetësim ka qenë edhe vjet, vazhdon të jetë tani jashtë sezonit, hyrja për tek tregu, nuk hin dot me këmbë, jo më t'i shërbejnë atyre bizneseve që janë rreth e rrotull. Nuk dihet kush trotuari, kush makina, kush rruga. Autobusat që qëndrojnë të linjave, kanë linja dhe qëndrojnë dhe më përpara, taksit qëndrojnë dhe pak më mbrapa dhe rruga gjithmonë është e bllokuar. Ne që kemi aktivitetet atje, jemi për ditë të shokuar të duam gjysmëore për të hyrë apo për të shërbyer biznesit tonë. Jo vetëm tim që ka unë atë, por edhe bizneset tjera. Dikush mund të thotë që por e ka konfliktin të interesi. Po nuk zgjidha problemet e mia, nuk shpresoj të zgjidh më të detajuar. Kush ma përgjegjësi për këtë pjesë, mendimi tim ka zgjidhje, dhe zgjidhjet janë shumë të thjeshta. Pllakat e trotuarit, punojësit e bashkisë të ndërmarrjes së shërbimit, pllakat që ndrojnë atje,
le të hedhin 2 ditë punë janë fizike. Gropat që janë po tek sheshi i agjencisë dhe ato mund të mbushin. Edhe taksit mund të disiplinohen, ndaç me sinjalistik vertikale, ndaç horizontale. Di që dhe dëshira ka qenë e mirë, por realizimi nuk ka ardhur. E kisha edhe si kërkesë, por edhe si sugjerim. A do të marrin në një moment zgjidhje kjo pjesë. Faleminderit. Faleminderit zoti Çela. Ka dikush për të tjera? Po, zoti Gërdhuqi. Atëre, duke qenë faleminderit shëndetësit gjithë, duke qenë se unë i hodha pak një sy këtij relacionit dhe vura re që i gjithë relacioni është përqendruar në 2 pika, tek plazhet edhe tek aktivitetet kulturore. Po, me qenë se jemi te pjesa e pyetjeve, unë do shtroj pyetjet e mia dhe diskutimin do ta lë për më mbrapa. Çfarë masash janë marrë për në lidhje me infrastrukturën që është shumë e rëndësishme se mbarvajtjen e turizmit nuk e bëjnë vetëm plazhet edhe aktivitetet kulturore, hapësirat publike edhe për ujin e pishëm, nëse ka marrë ndonjë kështu apo do vlojmë botet prap siç ka bërë çdo vit, domethënë dhe këtë sezon turistik. Të marrim përgjigje për këto pyetje, pastaj diskutimin e bëjmë brenda. Faleminderit. Do të mësoj. Po, faleminderit. Po, faleminderit zoti Gërdhuqi. Ka dikush pyetje të tjera? Po. Atëherë ekzekutivi? Është e vërtetë ajo situatë, ajo është një situatë ngelur nga firma kontraktuese e cila e ka marrë si punim. Ne kemi shkuar për ta realizuar si problem, kemi hasur në rezistencën e biznesit me të drejtë, me aq sa kemi konstatuar, gjithsesi ne vendosim përsëri punojësin nga dëshmëri për të marrë masë nëse ati do gjendet gjuhë përbashkë me biznesin për ta realizuar atë pjesë trotuari, se është e drejtë shqetësimi që ju ngrini. Dhe kjo është për sa i përket me që te pjesa e mbetjeve të ngutra. Është e vërtet inspektoriati territorit dhe inspektoriati vendor kanë marrë masa për prishjen e të gjitha ndërtimeve që kanë qenë në hapësirat publike rreth pallateve këtej, në të cilat dhe nga ndërmarrja e shërbimeve publike janë marrë masat dhe është pastruar diçka. Gjithë këto mbetjet kanë të bëjnë në lidhje me aksionin e fundit që ka realizuar IKMT-ja, më shumë në qytetin e Ksamilit, në të cilat është e vërtet situata e mbetjeve që kanë ngelur. Është bërë një plan masash me aq mundësi sa ka ndërmarrja e shërbimeve publike për ta realizuar, pavarësisht që kjo jashtë gjithë kompetencave tona, ne do marrim mundësi që mos ta lëmë atë situatë në atë gjendje që është dhe çdo gjë dhe sot që flasim në terren është duke punuar. Këto për sa i përket këtyre pyetjeve, te pjesa tjetër janë pyetje për drejtoritë e tjera. Faleminderit. Faleminderit zoti Duka. Po zoti Ahmeti. Kemi të lagja e nuk një banor, dhe bi madrën e policisë të t'i një mirë të Po? Janë do një të nguta që kanë ngemi dhe sot e që ditën. Ato i nderuar zoti Ahmeti, ndërmarrja e shërbimeve publike është nga dëshmëri dhe nëse ato ekzistojnë vërtet dhe unë kam dieni për këtë, të them shumë shpejt dita e martë e mërkuri këtë të larguar. Ta dedoj nga dëshmëri, po të jap garanci të plot të 3 individë. Dhe sekretarja ka në ditë që kam këtu në krah, e kemi një të lagja jo që ka dojnë bjë rrugën. Më keni nga dëshmëri 24, për çdo telefonat që nëse unë do isha në dieni, kjo situatë nuk do qenë atë gjendje. Gjithsesi dhe ne kemi nevojë sepse në finale fare të gjithë jemi qytetar, pastaj jemi në funksione publike. Jo tani që bëhet publike, s'ka nevojë telefon. Biznesi aty është i gatshëm. Të veprojë të mbyllet aty edhe kërkesa dhe shqetësimi erdhi nga ai biznes. Dimi nderuar, kështu që do marrim masat e duhura dhe shumë shpejt do ta shikosh të përfunduar. Faleminderit zoti Duka. Kush mund të përgjigjet tjetër? Po zoti Tine. Lidhje me shqetësimet që ngelen këshilltarët sa i përket pastrimit dhe pjesës së hapësirave publike apo çdo problematike tjetër që u diskutua nga ju, unë di të them që kemi pas edhe pjesën e sinjalistikëve të lidhjes së
e gjëra që e ngritën si shqetësim. Kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me ndërmarrjen e shërbimeve publike dhe me policinë bashkiake për pajisjen me sinjalistik të segmenteve apo pikave të cilat e kanë pasur nevojshme si rifreskimin e sinjalistikës, si vendosjen aty ku ka qenë e munguar. E vërteta është në lidhje me shqetësimin që ngriti zoti Çela për pjesën e sinjalistikës së taksive. Çdo vend parkimi i taksive në qytet është i pajisur me sinjalistikën e nevojshme, si sinjalistikën vertikale ashtu dhe ato horizontale. Mund të ketë probleme në lidhje me disiplinimin e lëvizjes së taksive në momentin e daljes apo hyrjes në parkim, por kjo normalisht që kërkon në radhë të parë sensibilizimin nga ana e tyre, po pastaj edhe bashkëpunimin me sektorin e komisariatit, policinë qarkullimit, ndërkohë që policia bashkiake vazhdimisht e ka pasur në vëmendje këtë çështje. Sa i përket hapësirave publike, ju jeni ndjeni që vitin e kaluar ne kemi pasur një aksion në lidhje me zaptimin e hapësirave publike, mënyrën e vendosjes së karikeve të tavolinave në trotuare apo në segmente të tjera që përcakton rregullori i hapësirave publike të Bashkisë Sarandë. Normalisht në kuadër të atij aksioni që është bërë vjet, edhe si vjet do të jemi më të kujdesshëm në shpërndarjen e autorizimeve për hapësirat publike në gjithë territorin e Bashkisë Sarandë, si në Sarandë si në Ksamil, duke pasur parasysh të kemi në vëmendje të veçantë segmentet që janë turistike si pjesë e bulevardit, bulevardi i Sarandës, bulevardi i Ksamilit, apo vende të tjera ku ka kalim të këmbësorëve të turistëve, që të ruhen ato parametra që janë të përcaktuara në rregullore. Sa i përket pastaj pastrimin lidhje me shqetësimin që ngriti zoti Çela tek tregu, ka pasur një ankesë në media, ka pasur një reagim menjëhershëm nga ndërmarrja e shërbimeve publike në bashkëpunim me firmën e pastrimit. Normalisht e kemi në vëmendje si hotspot atë zonë ku shpesh hedhin mbetje qytetarët. Duhet thënë që nuk është vetëm ajo pikë. Unë gjej rastin që t'i bëj thirrje gjithë bizneseve, gjithë qytetarëve, që në radhë të parë pjesa e pastrimit nuk është, si thuaç, detyrë e bashkisë që të pastrojë çdo vend ku hedhin qytetarët. Është detyrë ligjore, por nga ana morale duhet të jemi gjithë të përgjegjshëm. Sepse është e patolerueshme dhe jashtë çdo koncepti logjik që qytetarët të hedhin mbetje jashtë kontenjerit, të hedhin mbetje inerte apo baza, ndërkohë që ne kemi një vend të përcaktuar për hedhjen e këtyre mbetjeve, dhe pastaj të gjejmë mënyrën më të lehtë të ankohen në media, në portale, apo qoftë në bashki që jeni ai pastroni. Duhet të jemi fillimisht ne si qytetarë të përgjegjshëm, pastaj si pjesë e administratës brenda kornizave ligjore për të përgjigjur këtyre qytetarëve për ankesat që kanë. Kështu që në Ksamil ka qenë një situatë gjatë dimrit e papërballueshme për firmën e pastrimit, për ndërmarrjen e shërbimeve, për bashkinë, nga moria e hedhjes së mbetjeve jashtë kontenjere apo në vendet pa përcaktuara. E njëjta situatë ka ndodhur në Sarandë. Kemi raste ku në Sarandë kemi toka apo sheshe private të banorëve të caktuar, shpesh na ndodh që janë emigrantë, nuk e kanë kontrollin në atij territori të cilin e kanë me certifikat porosie, e kanë pronë tyre, ku komshinj apo banorë të ndryshëm e kanë gjetur si vend hedhje të mbeturinave. Dhe unë po ju them që firma e pastrimit ka ndërhyrë edhe në vende ku nuk e ka të përcaktuar në kontratën me bashkinë për të ndërhyrë. Në qoftë se ka rrugë apo mjedise publike që duhet të ndërhyrë, ne me kërkesën të autorisë shërbimeve publike kemi ndërhyrë në vende që mund të kanë qenë pronë private apo vende të papërcaktuara në kontratën që kemi bërë. E dim detyrën që kemi, e dim përgjegjësinë e madhe që kemi sidomos në sezon turistik. Kërkojmë natyrisht nga ju si këshilltar, nga media dhe nga banor, shqetësimet na ngrënë na vend jeni, po mbi të gjitha kërkojmë nga banorët dhe turistët të jenë më të përgjegjshëm dhe të sensibilizojmë bashkë me ne për mbajtjen pastër të mjedisit. Sigurisht do të jemi në këmbë siç kemi qenë në vitet e kaluara, sigurisht do t'i përgjigjemi çdo emergjencë lidhje me pastrimin. Ka problematikat e veta, por natyrisht që neve nuk do t'i lëmë pas dore asgjë nga këto. Në lidhje me pikat që janë hotspote, janë në vëmendjen tonë. Përveç firmës pastrimit, kemi dhe ndërmarrjen e shërbimeve që na ndihmon në raste të caktuara për mbetje që mund të kenë nevojë për forca shtesë. Me policinë bashkiake koordinohemi në lidhje me subjekte që mund të kapen në flagrancë që shkelin rregullore dhe mund të gjobiten. Unë sot kam pasur komunikim dhe me specialistët e mi të pastrimit për t'i nxjerrë në 2-3 pika
që unë i konsideroj hotspotet të bizneseve të ndryshme që janë pranë kontenjerëve për mënyrën e hedhjes së tyre, për oraret e përcaktuara të hedhjes së tyre. Kështu që do të jemi vazhdimisht në këmbë, si thua, për monitorimin dhe mbajtjen e situatës. Sa i përket sensibilizimit të gjithë, nuk e di, ata firma pjesë të kontratës për të bërë sensibilizim. Te kontrata që ka. Firma nuk e ka pjesën e sensibilizimit, po ne nuk e ka më në kontratë pjesën sensibilizimit, po ka diçka, ne kemi specialistë, do jesh shërbime publike, ka 3 specialistë, një përgjithësi 2 specialistë pastrimi, të cilët përveç monitorimit të firmës pastrimit punës së saj, me porosi të veçantë të kryetarit të bashkisë dhe me urdhër auditor që ne nxjerrim si drejtori, shkon nëpër biznese dhe kryen sensibilizimin. Tani ne përveç kësaj nuk kemi lënë vetëm në kuadër drejtorisë son. Ne para 2 javësh, nuk e di nëse keni ndjekur në rrjetet sociale, ne kemi marrë një aksion të përbashkët, drejtoria e shërbimeve publike, drejtoria e tatim taksave, drejtoria e bujqësisë, ku kemi dalë në gjithë territorin e bashkisë Samil, sigurisht për sensibilizimin secila drejtori dhe për pjesën e tyre, po mbi të gjitha për pjesën e mbajtjes pastër të mjedisit dhe ruajtjes së hapësirave publike, si në plazhe ashtu edhe në trotuare dhe rrugë. Kështu që sensibilizimin ne kemi të përditshëm. Ne e kemi sensibilizimin, por e ritheksoj që nga ana e banorëve dhe bizneseve nuk kemi marrë përgjigjen që kemi kërkuar apo që kemi dashur dhe që duam gjithë bashkë ne. Kështu që unë ndaj gjitha rastin që t'i bëj edhe një thirrje dhe këtë thirrje duhet ta bëni të gjithë ju me kontaktet që keni, se dhe ju jeni përfaqësues të administratës lokale. Firma e pastrimit, ka një rrugë që duhet ta lajmë botë? Ka në kontratë? Apo ka bashkia? Sigurisht. Dhe ka ndodhur? Sigurisht. Pastrojnë me botë? Larja me bote do të fillojë të intensifikohet duke filluar që nga data 1 qershor. Po, ka pas dhe raste të larjes me bote, bashkë kemi komunikuar ne për rrugën e 4 dhe kemi vënë dispozicion edhe botin e, pavarësisht se ishte një investim publik dhe firma kontraktore duhet ta kishte firma kontraktore duhet ta kishte gjatë kohës kryen të investimin publik edhe pjesën e larjes së rrugës, është koordinuar me ne, e kemi vënë dispozicion ne botin. Unë me sa ditë kam nisë me video që boti ka qenë në lëvizjet e rrugës 4. Normalisht mund të ketë pas raste kur ka pas ndonjë vonesë, mund të ketë pas ndonjë rast që nuk ka qenë në atë ditë që ju e keni parë, ka qenë ditë tjetër. Unë e kam të faktuar se mbaj mund komunikimin me ju, do ketë një intensifikim të larjes me botet të bulevardit të rrugëve, po di të them që kohën më të madhe gjatë periudhës së dimrit, si për firmën e pastrimit, si për drejtorinë e shërbimeve publike, e ka zënë Ksamili me mbetet inerte që ka hedhur vend e pa vend. Aktualisht po flasim dhe gjatë gjithë kësaj periudhe në Ksamil ka pas dhe një mjet të rënd skrep që ka funksionuar vetëm për heqjen e mbetjeve inerte. Unë biles para pak kam pas një komunikim për Bedeneshin dhe për Sarandën dhe duke qenë se skrepi jon ka qenë vazhdimisht në Ksamil, do vi radha dhe pastaj dhe e mbetjeve inerteve që janë më të pakta me kalimin e kanalit Çukuz dhe duke ardhur në Sarandë, por gjithsesi ka nevojë për ndërhyrje. Për infrastrukturën dhe do të sjellë një në vëmendje rrugën që zbret nga policia, rrugë 5 ka problematika të tjera. Para 2 mbledhjesh drejtori tha këtu është evidentuar edhe firma përkatëse ka marrë masat, ka filluar dhe punimet, gjë që s'është e vërtetë dhe ajo. Tani ajo rrugësh ka ta ndysur, kaloj traktor, për pak kohë duhet kaloj me tank atje. Çfarë do bini në mas të pyeta edhe për problematikën e ujit, që çdo behar Saranda UEB sjell në vëmendje problematikën e ujit, çfarë masash janë marrë. Dhe duat të shtoj çfarë është bërë me pjesën e parkimeve në qytet, se kemi pas prap diskutim këtu dhe ju e dini shumë mirë dhe nuk është marrë asnjë mas.
Kaj të vështire keni që ato tabelat keni edhe në ato parkimet me qira të caktoni sa parkime ka marrë ai subjekti 1, 2, 3, 5 apo e keni në shablon. Se mua më duket sikur nuk keni identifikuar, do me thënë të mirë masat e Atëherë zoti Gërduqi, ose pyesim dhe po pra po e pyes po që t'ja po nuk mund të pyesim dhe ta japam vetë përgjigje. Po një sekond, të lutem, se jemi për procedurë, jo të lutem, se unë për këtë rendje. Po pyetjen do ta bëj se dua ta bëj analitike. Zoti Gërduqi, për procedurë jemi duke drejtuar pyetje ekzekutivit. Qofse pyesim, kthejmë dhe përgjigjen dhe analizojmë, kemi ezauruar edhe diskutimin. Po jo pra dua të pyes për çfarë arsye nuk bën. Pyesim sepse këshilltarët e tjerë po presin radhën. Pyesim dhe presim përgjigjen. Po pra, po dua. O zotri, dua t'ja bëj të qartë pyetjen se bëra pyetjen s'mora përgjigje dhe u detyrova të rima fjalën. Po të lutem tani, më lë ta mbaroj fjalën. Jo, do t'ju lë, por do pyesni sepse jemi procedurë për pyetje. Po presin këshilltarët e tjerë të bëjnë pyetje. E kam ngritur prapë këtë pyetje pse nuk vjen tabelat numri parkimeve që ka paguar filan subjekt. Pse nuk vjen numri, sa ka marrë 1, 2, 3. Dhe këtu dua t'i bëj një vërejtje dhe policisë bashkiake, duke pavarësisht se punë e dhumin, të vetë konstatoj. Dhe cila është arsye? Parkimet që janë zënë fake, domethënë janë të papaguara, janë vizat e verdha, radhë e kaluar drejtori u përgjigj që janë kapur. Pse nuk vjen të identifikojnë dhe të hiqen ato tabela që janë të papaguara? Dhe ju garantoj që ka shumë në qytet, janë të paafta, identifikojnë dhe të bëjmë punën e presim apo të presim përgjigjen pastaj të analizojmë. Presim përgjigjen. Po. Nisë kjo e fundit që thotë lidhje me parkimet. Bashkëpunimi që kemi pasur dhe me ndërmarrjen e Shqipërisë Republike dhe me Policinë Bashkiake ka qenë shumë i mirë për gjitha këto aspekte që cekët ju. Në qoftë se ti e mendon, ndjes që se mendon ti, ju e mendoni që ekziston tabela e parkimit dhe nuk identifikohen. Jam i sigurt për këtë. Nuk identifikohen. Është nga pse sepse ajo Zoti Dini, ka bërë pyetje? Jo përgjigje. Dhe përgjigje dhe jo tani nëse ne analizojmë çdo pyetje, kam thënë, tu jemi në mbledhjen e Këshillit. Jo, unë nuk i them asnjë çfarë pyetje janë bërë të kemi përgjigje sot do japun tani. Përveç sinjalistikës vertikale ka dhe sinjalistikë horizontale. Dhe është lehtësisht e dallueshme se sa vend parkime ka. Unë po ju them një gjë, që ne vazhdimisht evidentojmë, kemi databazën e parkimeve të paguara, të atyre që mund të jenë në prag të përfundimit, ose mund të kenë kaluar disa vite nga përfundimi i kontratës, se është një vjeçare, ashtu si kundër, mund të ketë edhe raste të parkimeve që nuk i duan në biznes, ti ka shkuzuar për një vit, nuk i duan më. Në çdo rast, është dërguar shkresë të ndërmarrjes së Shqipërisë Publike për heqjen e sinjalistikës vertikale të rezultate. Dhe bëra 2 apo 3 ditëve është hequr në bazë të fluxit të punës që ka. Nuk ka sot parkim në Sarandë që ka pasur kontratë të paguar dhe sot nuk e ka më. Nga mosdëshira për të paguar apo nga mosdëshira për të pasur parkim. Sa i përket pastaj zaptimit të hapësirave publike në rast konkret parkimeve, Policia Bashkiake vazhdimisht edhe në bazë të evidentimit të rreth që bën vetë, po edhe në bazë të informacioneve që ne japim, kanë të hyrë në kohë për heqjen e koneve, tabelave, sinjalistikave false, ka pasur raste të vizitës false, ka pasur dhe janë hequr nga Policia Bashkiake. Si nga evidentimi vetë dhe nga informacione që ne kemi dhënë. Kështu që unë të garantoj që sot çdo parkim, çdo vije e ka nga pas një kontratë apo një lejë parkim. Po, radhën e kaluar sot një relacion që ishin 13 parkime private dhe ju thash, për gjithësumore unë identifikova 40 tabela në qytet. Ka që vështirë është për ju që ndërmarrni që jeni në dispozicion. Ka ndodhur se ju sigurojnë, nëse silli një relacion, në parkime sigurojnë, pas mbledhjes do dalin bashkë dhe do shikoni që ke jo një pa fund, parkimet të uzurpuara. Evidentimi dhe goditja e këtyre rasteve nuk vetë raste. As dy e po është e përditshme, e përjashme, e përmuajshme. Ajo që ka ndodhur në komunikimin që kemi pasur në të mbledhje lidhje me shqetësimin tuaj ka ndodhur besoj vitin e kaluar, ka Jo, ka qenë këtë vit. Edhe këtë vit nëse ka qenë, ne një herë pas asaj kemi komunikuar edhe privatisht për raste të caktuara dhe ne kemi marrë masa. Dhe thashë edhe një herë që mund të ketë në një rast ku ne evidentojmë, mund të evidentojmë pas një ditë, pas një javë, por gjithmonë e kemi në vëmendje. E kemi shumë në vëmendje pjesën e parkimit. Po tabela, ka të vështirë është subjekte dhe të vjetë sa parkime kanë paguar. Se ata kanë, të lutem, nga nisë e kojvjes. Tabela, kur një subjekt paguar një parkim dhe ka zënë 4 dhe 5 dhe dini shumë mirë. E din gjithë qytetarët e gjithë ta kanë. Në çdo rast, Policia Bashkiake, në çdo parkim të dhënë,
Në çdo parkim që ka sinjalistik. Policia bashkiake. Kush për nga vija me të vërë, s'ka shanse asë të parkim të kërësë. A i sa ka paguar. Atëherë ju lutem, zoti Gërduqi, në çdo rast, policia bashkiake, në çdo vizim të ri, në çdo vizim të mirë, në çdo vizim të evidentuar, policia bashkiake ka pas komunikim verbal me të drejtë shërbime publike, ku ne kemi ndonë në dispozicion, nëse nuk është kapur biznesi në vend, në flagrancë, se çdo biznes ka një portal në parkimi, ku efektiv policia bashkiake shikon numrin e parkimeve. E atëherë, nëse nuk ka që biznesi, kemi pas komunikimin ne kemi evidentuar në parkimeve që ka. Po faleminderit zoti Dini. Atëherë të lutem zoti Gërduqi. Atëherë do të lutem. Jam i detyruar të drejtë vëmendje të kishin Jo, nuk ka bëjës, po ka mirë me një tjetër krye subjektja, të lutem. Jemi tek pika e rendit ditës dhe po drejtojmë pyetjet. Ke drejtuar pyetjet, ke marrë përgjigje dhe nuk mund të komunikosh me të gjithë drejtorët një nga një për raste konkrete. Këtë duhet ta bësh në komision, më kujtoj zoti Peçi, atëherë të lutem. Rastet evidentoi atëherë nuk mund ta kthejmë nuk mund ta kthejmë mbledhjen e këshillit në biseda kafeterjes. Lere të lutem shefi i policisë bashkiake, do t'ju jap fjalën kur të merrni pyetje. Asit mos përgjigjet pa marrë fjalën nga sipas rregullores së këshillit bashkiak. Atëherë që ka vënë para të mua drejtori i investimeve, çfarë bëhet nga ato? Është një përgjigje që i takon sërish drejtorisë së projekteve. Jo, që drejtorisë së po faleminderit zoti Dini. Nga drejtoria e investimeve publike. Kemi person përgjegjës lidhur me investimin? Investimi është për problematika është aty. Investimi është për problematika është që ma drejtori pyetjen zoti Gërduqi. Mund ta drejtori pyetjen. Në lidhje me atë po, e drejtova se shtator do të drejtoje. Dëgjoj, këtu ishte. Duke qenë se drejtori për sot, po. Për momentin rruga është e pamarrë në dorësim, janë evidentuar problematikat, janë dërguar relacione përkatëse, kompanit ka marrë përsipër që të vjetë Më falë një sekundë. Qytetarët nuk u intereson çka ka bërë bashkia e Kamara ose ka marrë në dorësim. Qytetarët duan ajo të riparohet, se është problem, dhe nuk ka lënë mjetet. Por është në proces, nuk është marrë në dorësim. Nuk është marrë në dorësim dhe ne duhet ta lëmë ashtu siç është. Çfarë masash janë marrë se po vjen sezoni turistik? Këtë po pjesë. Do vetë këtë vit apo do janë marrë që grupi punës është ngritur, janë dërguar relacione te kompania përkatëse dhe ata kanë pranuar që kanë defekte dhe janë duke... Ku do bëhet? Do bëhet për sezonin apo do ngelet për sezonin turistik tjetër? Se që para 2 muaj që kishim mbledhjen, thanë që u identifikua, filloi grupi punës që të marrë masat, nuk është bërë gjë. Unë prandaj po këndej po pjesë. Sezoni filloi, do bëhet e rruga apo do jetë ashtu? Faleminderit zoti Gërduqi, zoti Alkushi. Edhe për atë problemin e ujit nuk ora përgjigje, do ketë në një përgjigje. Ha? Po jo, ta bëra pyetje në një përgjigje. O zotri, ne po të bëre pyetje në mesua. Ta marrë shfaqt janë për pyetje. Po zoti Alkushi. Po zonja Alkushi. Në vëmendje ekzekutivi Vjelisave të katror janë të megjera, të të shohë të favorinat e bizneseve që ndodhe pranë në shqiptitores, po i shpërë çdo ditë në shurbimin e tyre. Sa me të katror të shpërë megjera për to biznes? Se po kemi bërë paketën fiskale, kemi vendosur një çmim goxha të lartë për të, dhe shikojmë kaq mirë po ecën në deri atje, dhe ku do kalojnë njerëzit, se çfarë shpjesë të shërbitore, sa përqind të kësaj shërbitore do kalojnë në shërbim të njerëzve. Pyetja e dytë. A ekziston mundësia që të sistemonin tavolinat e shitjes së biletave për anije dhe skafe në një vend caktuar që ata zënë pjesën tjetër, ose dy kursi në njërin anë zënë tavolinat e bizneseve që ndodhen në shërbitore, dhe anë tjetër kursi tjetër e zënë tavolinat e shitjes
biletave të skapës, ju helet shumë pak për këndësorë. Ekziston mundësia të sistemohen në një prej pjesë të shëtitores, pyetja e tretë. A keni ndonjë informacion të firmës që punon me emision si në 6, nuk punoi gjatë dimrit, as në pranherë dhe çuditërisht në ditët e para të majit ka filluar prapë gërmimet e rrugëve, gërmohen, hapen kanalet e lodhet diskutohen dhe nuk mbulohen më. Njerëzit nuk filluan të prodhen dot më në shtëpitë e tyre, plus plurit të madh që bëhet tani me këto gërmime. A është ndonjëri që i mbikëqyr këto punime deri te ku do mbaroj kjo punë e këtyre rrugëve? Ashtu sikurse ju do të mërziteni nga pyetjet, neve e kemi të përditshme, nga vazhdimësohet jeta e përditshme. Dhe e katërta, e kota e sjellësit kanë filluar parkohen autobus dhe rrezikohet jeta e qytetarëve sepse atje është një ndarje për rrugën kryesore. A mund të mbikëqyrë kjo pjesë nga policia bashkiake? Po faleminderit zonja Pushi, atë meqense ka shumë pyetje për sjellësit, mendoj. Jo, s'ka shumë pyetje, është një pyetje për sjellësit se aty. Nëse s'ka person përgjigje si mos i lënë pyetje. Jo, pyeta nga bashkia, a mbikëqyret ndonjëri nga bashkia e mbikëqyret të projekt? Ka ndonjë dieni të sajtime deri ku do përmendojmë, ku do mbaroj? Se jo vetëm që nuk e mbaroj, po ata fillojnë sezoni, fillojnë vështirësojnë prapë akoma ndaj. Është e përditshme kjo gjë. Është për të disa njerëz që po ngritë të njëjtin problem. Sinqerisht edhe vetë vendosen në siket, po them po të njëjtën gjë, po situata po vazhdon të bëhet edhe më keq, më duhet ta të qetësoj këta njerëz. Është jeta e përditshme e tyre. Atë nga ekzekutivi kush mund të përgjigjet? Pyetjen e parë që po i zonë nga po ishte në lidhje me bizneset ambulante që në lidhje me funksionimin e dhënies së hapësirave publike në shëtitore, duhet thënë që edhe shëtitoria e nënshtrohet rregullores së hapësirave publike të miratoj me vendim të Këshillit Bashkiak për Bashkinë Sarand. Natyrisht që ne e kemi në vëmendje të veçantë shëtitorin e qytetit për të garantuar lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe të pushuesve që vinë në qytet. Normalisht që nuk jemi treguar do lëshuar të pjesa e hapësirave publike, sepse prioritet i joni është kalimi i lirshëm i pushuesve dhe qytetarëve. Ka disa subjekte ambulante që duhet thënë që kanë funksionuar ndër vite dhe në këto vitet e fundit janë shumë herë më pak se ç'kanë qenë më parë, ato që kanë dalë si subjekte ambulante me tezg po flas në shëtitore. E vërteta është që ato zënë një sipërfaqe mjaft të vogël, në 3 deri në 4 metra katror mund të jetë maksimumi, po ka raste edhe 2 metra katror. Janë një numër shumë i kufizuar të paktën i subjekteve që janë me strukturë, rreth 4 apo 5, që janë në vende pranë bordurave që për të mos penguar qytetarët në kalimin e tyre. Ka një problematik lidhje me standardet e mjeteve lundruese, që janë stenda promocioni. Në fakt edhe në vendet të tjera europiane ka stenda promocioni të mjeteve lundruese, të paktën në vende turistike. Ne i munduar të disiplinojmë ato në bashkëpunim me Policinë Bashkiake. Kemi menduar si vjet që pjesa nga, po e them kështu shablon, nga lokal Xheriko dhe deri tek përfundimi shëtitores tek rruga Butrinti të jetë e lirë pa stenda mjetesh lundruese, dhe funksionoj me stenda të mjeteve lundruese vetëm pjesa ku ka vendbazim të këtyre mjeteve, dhe vendbazimi i këtyre mjeteve është vetëm te pjesa e limanit, te pjesa përballë lokaleve që janë në shëtitore, lokaleve flas Roku, Xheriko. Të gjithë personat që janë të interesuar lidhur me këtë pikë të rendit ditës kanë caktuar 2 përfaqësues që mund të identifikojnë 2 përfaqësuesët. Prezanto. Po, faleminderit për prezencën. Unë do t'ju lutesha që të dëgjonit në mbledhjen e Këshillit, duke qenë se është e hapur, dhe njëkohësisht nëse do të keni pyetje, do t'ju jap fjalën që të bëni pyetjet përkatëse. Besoj
përpara se të filloj kjo pikë e rendit ditës, në dijenin ton, Bashkia Sarand e ka zaruar dëgjesën publike e lidhur me këtë grup interesi, besoj se e konfirmoni edhe ju apo jo. Po. Po për këtë dhe në kanë folur për disa ndryshime që duan të bëjnë atje sa që të morën në reprezentasive dhe analizimin e skapeve, të cilat në gjendjen e ato propozime që na janë thënë janë jo funksionale, sepse janë të ekspozuar në kemi gjithmonë dallë pas së përbit atje, po të keqen, dhe janë të ekspozuar. Dhe para sa ditësh besoj se i patë gjitha në foto. Me unë që patë nga policia komunitare të bërë sa ndryshime atje, vajtë në të dëshorën projektin nga skape dhe një skapë në përmbyt nga dalla, në përmbyt skape. Po, faleminderit. Atëherë kalojmë në tek të pikë të ditës. Kush ka pyetje nga shqiptar, po zoti Peçi? Po, zoti deputat, një pyetje kam për administratën. Arsyeja e këtij ndryshimi në të vendimit nacional me dy fjalë, arsyeja sepse nga X arsyeja e ndryshimit të këtij vendimi që na ka këtu. Dhe në lidhje po nga policia komunitare, nëse është njohur në këtë vendim, dhe apështatit dhe nëse mendoni që ka nevojë për ndryshim apo bashkëpunim me bashkimin për të vendim, ose si polici komunitare i jep më shumë garanci qytetarëve apo ka mundësi dhe hapësira apo firma që kenë në kontroll mjetët ndryshme në territorin e bashkisë. Në dy fjalë nga administrata, arsyeja dhe pse dhe ku dhe sa si e ka bashkëpuar këtë vendim, dhe në të njëjtën kohë paralel dhe nga komisariati të njëjtën pyetje. Po, faleminderit. O zënja Kushi? La relazione që shoqëron këtë vendim, për mua është shumë pozitiv, momentin që punon, momentin që ka bërë investimin në këtë vendim, për mua që votimi i ka parë shikoj që në korespondenca që ka pasur institucioni i bashkisë me drejtorinë vendore në Kuvendin e Migracionit, si është në datën 6 maj 2026, ndërsa komunikimi shpresa që ka ardhur me Agjencinë Kombëtare të Brevlerit është e datës 7 maj 2026. Pyetja e parë është, në cilën afat janë bërë dëgjimet publike për këtë çështje, cilat kanë qenë parashkrimet e ekzekutivit për këtë ndryshim, cilat kanë qenë pretendimet e subjekteve që shkojnë këtë profesion dhe sa prej pretendimeve të tyre është marrë në konsiderat në shpjegimin e këtij vendimi. Takimet në fakt takimet e interesit kanë qenë dy, kanë qenë gjatë muajit. Pikërisht në kuadër të hartimit të këtij propozimi nga ana jon. Në fakt, unë doja të theksoja pak historikun e pjesës përcaktimit të korridoreve të lëvizjes për njësinë administrative Ksamil, kur kjo iniciativë është nisur vitin e kaluar nga Drejtoria e Policisë Kufitare, e cila ka vërejtur që në fakt sipas terrenit ka patur shumë vështirësi, siguria shpeshherë ka qenë e cënuar dhe nga ana e tyre shpeshherë na është vënë në dukje që numri i korridoreve të lëvizjes së mjeteve ujore duhet të zvogëlohet. Dhe vitin e kaluar, propozimi ka ardhur njush, nga ana ai nuk është përfshirë në rendin e ditës dhe është vijuar, ka mbetur në fuqi projekt vendimi i përparshëm. Përsëri ka patur një korrespondencë intensive përsëri nga dy institucionet përkatëse që në fakt kanë si përgjegjësi monitorimin e detit, që duhet të reflektohen disa ndryshime për shkak se cënohet rënd siguria në det, që në fakt dhe nga ana jonë është vënë në dukje për shkak të aksidenteve të ndryshme. Për këtë qëllim janë bërë disa takime, janë dëgjuar grupe interesit dhe kemi konkluduar në propozimin dhe në hartën që ju kemi sjellë sot për votim,
nga ana e policisë është kërkuar që të jenë vetëm 2 korridore lëvizëse, kanë qenë 12. Ne kemi gjetur një rrugë të mesme dhe kemi propozuar 4 të tillë. Prandaj, pasi kemi konkluduar për propozimin, kemi mbaj korrespondencë përkatëse, na është dakordsuar nga institucionet përkatëse dhe prandaj po ja sjellim sot për të votuar. Ose i kemi këtu. Dëgjojmë dhe pastaj do të kapim, sepse opinioni tuaj e dëgjuam. Nuk për debat, Jo debat, po Strukturët e bashkisë së qytetarëve. Cila ishte pyetja zotit? Cila ka qenë pyetja saj qytetarëve? Po, vetë ka qenë ndryshuar. 12. Po. Jo, s'kanë qenë 12. Këtu po prandaj po dua ta shkëndijë. S'kanë qenë 12, kanë qenë 11, kanë qenë 10. Jo, kanë qenë 4. Ligjesa është bërë, opinionin tuaj e morëm. Do të dëgjojmë përsëri. Se nëse ne bëjmë debat anë ka qenë atëherë do të lutem sa herë që jap fjalën sepse nuk jeni ju personat përgjegjës. Unë mendoj se ky projekt vendim e ka marrë karakter religjios, pra një kohë sa është bërë dëgjesa. Dhe nuk është e thënë që është bërë dëgjesa dhe nuk jeni dakordsuar. Është bërë dëgjesa, bashkia ka komunikuar me këtë projekt vendim duke marrë në plan të parë siguri publike. Pika e parë e rendimit të Zot Kandeli ka qenë siguria publike. Dhe këtë duhet kemi në plan të parë. Sigurinë publike. Po ka 2 krah me siguri. Jo më larg se ditën që bëri dëgjes kryetari i bashkisë, do incident në atëherë dëgjojmë nga një jeni informuar për gjithë situatën dhe të jap fjalën sa herë që na kërkoni, po jo pafundësisht dhe jo për të paskuar. Nëse do të flisni fillimisht, po ju dëgjoj. Një nga një të 2 përfaqësues dhe ne jemi kundra për këto 4 korridore të reduktuar. Kanë qenë tepër, realisht në letra 4 kanë qenë gjithkohë, po kanë qenë në pozicione efektive. Unë e sigurisë, neve lëvizëm atje ku u sugjeruam në fillim që na thanë për të parkime dhe ku do marrim njerëzit, po kjo është diçka që duhet të bëhet në praktik. Në praktik mund të pyesësh kush ka qenë, ato 4 korridore ku janë caktuar nuk është e paimagjinueshme ti të dalësh të marrësh turistin, se vërtet themi ne siguri për notarin, po dhe ai turist që vjen do shëtitje me varg, ne si garantojmë do të na ato korridore siguri, se varga që e bosh dhe u mbyt. Po me turist ne do të bëjmë përgjegjësi për fajin e kujt do mbytet skapi, do angelet neve. Ideja është të bëjmë pak në praktike, është të jenë 4, po të jenë praktike. Ato realisht janë caktuar nga zyra. 2 korridore janë të pa jashtë funksionit, janë të cepa familje që nuk kanë punë për asgjë dhe të jenë shumë i fuqishëm. Ato 2 ku janë, do të jenë njerëzit lëmshë e likurit. Se gjitha mjetët do mblidhen në 2 pika. Plus që nuk janë praktike. Unë të vishë të shikosh kush është përgjigje. Ditën që është mbyt skapi ka qenë prezent edhe ku ka thënë keni drejt o çuna. Tani se çfarë thon më mbrapa nuk e di. Këtë kish. Atë kush ka pyetje nga citat, po do të përgjigj. Kisha një pyetje duke qenë pa dashur të zbej rolin e policisë kufitare. Në qoftë se ka pas një komunikim me kapitenerin, duke qenë se ata janë edhe më të specializuar, kapitenerin e portit këtu, për të marrë mendimin dhe atyre, duke qenë se janë më të specializuar edhe janë më të trajnuar në aspektin e qarkullimit detar. Dhe çfarë përgjigje kanë dhënë ata, se me sa di unë, japin dhe ata një miratim. Po, zoti, nuk e? Sa dyshim që do t'uja në të fikimin do kalem sot në votim, pyetore është rendi në siguria e por neve nuk shiku votojmë një projekt vendim, nuk kemi ekspert për të gjykuar nëse duhen 2, 4, 12 apo 20 vendbazime për kafet apo unë do doja të dija nga policia kufitare, a kanë ndarë ata në një plan konkret dhe a kanë bisekuar me operatorët në distrikt se sa të nevojshme dhe sa efikasitet do të japin dhe to kanale që ata kanë bërë, sepse neve vërtet siguria është e para, po për ne është mbrojtja e qytetarëve, mbrojtja e operatorëve, se për atë jemi këtu për të mbrojtur njerëzit që na kanë kërkuar. Por doja të dija për tyre, në qoftë se ata kanë neve pamë në kryesi, që në veçimit e kryesisë ta kanë thënë që neve kërkojmë 2 vend parkime, por bashkia ata se ne kemi bërë 4. Pra ka vend për diskutim, përsa ata ka kërkuan 2.
dhe kanë aprovuar 4, do të thotë që edhe më pas i kanë aprovuar 4, do të thotë që tu kanë mundësi për të shtuar në rrugëtor. Nuk e kuptoj pse është kaq e vështirë edhe. Jepet mundësi atje ku e kërkojnë dhe qytetarët, konkretisht grupi interesi që ka ardhur këtu, mos të na jemi neve për të ishit për këtë vështirë, sepse duket që se neve kalojmë të pretendim do të sugjerojmë kundër atyre. Kështu që ne të diskutojmë me policinë kufitarë në lidhje me këtë gjë dhe ne jemi të gatshëm që t'i mbështesim ata, sa po nga ana jonë në shpërt të gjëra publike, ne nuk kemi asnjë pengesë që të funksionojë gjithë të para. Nuk kemi ne përgjegjës sepse sa vende duhen dhe sa duhet. Policia të dy, qytetarët tonë 4 apo 10, është kompetencë rajonale. Po faleminderit zoti Lutaj. Atëherë përfaqësuesët që si ka gjendë pyetjen e zotit Koçiu dhe pastaj pyetje se një kolegu, dhe nuk kam të njëjtin mendim në procedurat e propozuara për këto korridore në sektorën dhe personat fizik që shtojnë aktivitetin atje. Dhe atë nuk ka vende ankorimi, a janë ato të sigurta për të ankoruar këto mjetet, dhe sa janë propozuar edhe nga policia komunitare dhe nga bashkia, a kanë kontrollit atje për mole të ankoruar mjetet, sepse duke dashur të evitojmë një rrezik, shtojmë një rrezik akoma një të madh për turistët, sepse aty kalon që është një sigurim edhe një për barkat turistike. Sigurisht që janë për sigurim, se siguria është primare në zonën turistike të plazhe, por do të marrë mundësia në rast se këto 4 korridore të jenë brenda kësaj sipërfaqe ku kanë qenë këto, me masa më të rreshta sigurie, me gjëra të tjera në mënyrë që këta qytetarë të cilët e përshejnë familjet e tyre, kanë drejtë mjete, dhe është i vetë një burim një tese, dikush ka marrë me kredi, dikush vetëm mos plakën me një rrëtënaqe se është siguret publike, dhe të plakën në rrugës. Sepse në fundit bashkia të para se të nxjerrë një pozicion tjetër, duhet të sigurojë kushtet e përshtatshme që qytetarët të vazhdojnë të shtrojnë të qetë dhe të sigurt aktivitetin e tyre. Po faleminderit zoti Koçiu. Po zoti Ahmeti. Kolegët mi të diskutuar dhe nuk një si të ndërkuar edhe ekzekutivit të bashkisë administrativë të ndërkuar pse kapën dhe i dritë dhe pse dritë e kapën. Në të ndërkuar të banështet janë njëherë të një diskutim më i sinqert duke vënisur se jemi në vërtet për pasa të sigurisë të qytetarëve, po jemi në vërtet në interesë. Ata procesmet janë atë jashtë, nuk janë ata njerëz, sepse në pishën sigurim ujore në dhe, apo dhe në tokë. Sepse ne e djem që 2025 që pas si reakcion që do për këtu, janë marë këto masa shënguse, se ka pasur aksidente, i dije që dhe në tokë mos të qargojmë asnjë makinë të tjera aksidente që kanë ndodhur. Bashkia, policia dhe të gjitha organet infrastrukture janë bërë për marrë masa. Biznesi duhet të bëjë me çdo kusht. Duhet të bëjë sepse këtë sezon turistik presë, nëse nuk ka mall, nuk ka korridore, të një baza të tjera të strehojnë, sepse presën dhe hajnë presën sezonin turistik. Pyetja ime është çfarë ka ndodhur në 2025, që ishin 12 dhe tani propozohet përhyrje nga policia ka dhe nga bashkia. Mendoj që ka për diskutim edhe mos u ndër në dorë. Më vjen keq për të thonë, të diskutohet këtu midis ne që nuk jemi ekspert, këtu ne jemi për të bërë marrë një projektim të saktë, por të bërë nga specialist dhe jo të bërë nga patronazhist. Të vijë projekt të mbrojtje biznes me çdo shkrim. Andaj do kërkoja në administratë e bashkisë jetë në përveshme, për procedurën të mbarojë. Ne kemi mbaruar të diskutimin dhe për këtë të fundit. Të gjithë jemi pa dallim. Ndyra është që të jemi në mbrojtje të biznesit. Faleminderit. Faleminderit zoti Ahmeti. Me të s'ka pyetje të tjera,
Nuk kemi fjalën. Përfaqësuesi i komisariatit, çfarë të ufili? Përshëndetje të gjithë, faleminderit për pjesëmarrjen. Po faleminderit. Komisari i Policisë Qytetare Saran, në lidhje me këto humbazimet dhe kryetarët e mjetëve punëse, siç e dini vetë, është problematik. Ju do të thoni pse kërkuam dy. Ne kërkuam dy në dy skajet e plata për sigurinë, se ne kemi për qëllim sigurinë e jetës së njerëzve, dhe të qytetarëve, dhe të bizneseve, dhe të turistëve që vinë në këtë sezon turistik. Dhe nga komunikime me bashkinë, kemi bërë dhe një komunikim me kryetarin e bashkisë dhe drejtorin e shërbimit dhe policinë bashkiake, kemi rënë dakord që të jenë 4. Me 4 stacione ne jemi më të sigurt se monitorojmë më mirë këtë. Pastaj vendosen se ku do vendosen. Ta vendosin vetë bizneset ku është më mirë për ta, që ne jemi të sigurojmë këtë pjesë të stacionit që do hyjnë dhe dalin mjetët. Kjo është arsyetimi jonë. Ka pyetje të tjera më të përgjigjemi. Katër vende të cilat janë përcaktuar vetëm si shifër dhe nuk janë përcaktuar si vend, atëherë e kemi mundësinë për përzgjedhje në bashkëpunim me biznesin. Ato janë shoqëruar edhe me hartën përkat se vërtet diçka bie vetë. Kemi mundësi bashkëpunimi kundër edhe shpreha edhe në hyrje të shpjegimit përse ka ardhur dhe ky projekt vendim, e kemi thënë që janë dakordsuar dhe janë pyetur për të gjitha mundësitë. Qëllimi ka qenë që zona përreth 3 ishujve, që është një zonë më e dyndur dhe nga ana fizionomike nuk mund të mbartë lëvizje të pafundme të mjeteve lundruese, prandaj është dakordsuar dhe me policinë kufitare të jenë nga 2 korridore në skajet e njësisë administrative Ksamil, që aty është më pak e Po, patjetër. Patjetër. Janë dakordsuar pa marrë mendimin tonë fare. Ne korrespondencën me institucionet përkatëse. Atëherë do të lutem për ta bërë edhe vletën sa më posibil. Me letë, po. Jo. Atëherë mbi se zoti Koçi për sigurinë. Thjesht një diçka që ndoshta është keq kuptuar, nuk janë korridore të reja. Këto kanë qenë janë 4 prej nga 12 korridoreve që kanë qenë të miratuara. Nuk është se është një vendodhje e re. Do të kanë qenë 12 të lutem dhe ndoshta të jemi më mostatisht, po që janë ekzistuese. Ishin 12, 4 prej tyre kanë mbetur dhe janë zgjedhur këto që janë në 2 skajet. Patjetër që ka qenë. Po patjetër që kanë funksionale ishin eficient. A vende biznesi atje, a vende skafet atje, apo thjesht ishin këto të 4, lutem. Apo thjesht ishin këto të 4-ta, po nuk vende asnjë skaf dhe asnjë gomone. Sepse, me gjithë respektin, policia kufitare po na thotë që jemi të gatshëm të diskutojmë me bizneset. Bizneset thonë, e kemi dhe në opinionin tonë, përgjigje, dëshirën tonë, nuk e kanë marrë parasysh, ndërkohë bashkia po na thotë që këto janë mbyllur xha, nuk kemi çfarë diskutojmë. Po bini ndesh. Dhe dakordësia e institucioneve, sepse materiali hartografik është përcjell dhe është njohur. Dhe aty po ju thot, pasi është njohur, është dakordsuar me ato 4 vendodhje. Mendoj se krijon një keq kuptim. Kështu që dhe jemi të hapur. Një sekond, jo. Jo të marrësh fjalën zotin. Që vendimet tuaja zonë po të nxitin 200 familje jashtë tregut punës juve. Me vendimet tuaja po nxitin 200 familje jashtë tregut të punës juve. Atëherë ju lutem të gjithë, unë e kuptoj që ju jeni të shqetësuar, po do të kuptoni që edhe ne jemi në interes të kësaj pike të renditës, të këtij pretendimi, por në pikë të parë është siguria publike. Ku tërheq mendjen e këshilltarit. Kur thot komisariati kufirit që ne sigurinë publike garantojmë këto 2 pika, nuk të çohet. Ta 4, po zoti kryetar, ta 4. Na 12 përgjithësohen me 6, 4 kanë vendosur këta. Atëherë lutem.
Kemi lejuar që jeni si përfaqësues do ta merrni pafundësisht dhe njëkohësisht edhe ne duhet jemi shumë të qartë për duhet jemi shumë të qartë për vendimat. Pra çko? Sa koridore dhe pika të lutem kam mundësi kam 30 vjet eksperiencë aty. Kam të plumbar 30 vjet plumbar dhe kam 30 vjet eksperiencë. Po do të jap janë po në rregull, okay. Unë e kuptoj shqetësimin tuaj për përsëri. Po u apritë titullet e këshilltarit. Mund t'i themi me një rrugë votuar tuaj, po votuar vullos, paroj dhe ngelen jashtë, ra mund si të shikojmë me njëra opozicione. Nuk doni të rinim mbledhje. Jo, ne duam të rinim mbledhje. Unë po jap fjalën dhe të jepni opinionin tuaj. Nëse doni ta prishni mbledhjen në ditën e keni shumë gabim. Jo, ne s'kemë ardhur të bëjmë mbledhje. Shumë gabim, sepse ne jemi të hapur për ta zgjedhur. Kjo është diskutuar në terren. Ka ardhur si projektant, ka marrë miratimin e Komisariatit Publik, i cili është organi që monitoron dhe garanton sigurinë. Për këtë jemi ne këtu. Dhe nuk po drejtojmë drejtojmë këshilltarëve dhe gjithë opinionin publik. Ne jemi pikën e parë të ditës kishim sigurinë publike. Dhe të njëjtën gjë kemi edhe te kjo pikë. Dhe jemi të hapur që edhe sikur të mos e zaonoheni me këto 4 korridore të propozoni edhe 2 të tjera. Dhe këshilli këtu është. Po teknikisht ne nuk e sillim dot. Ne do miratojmë këto pika për të mos bllokuar edhe biznesin tuaj, edhe për ecurinë e mbajtjes së sigurisë publike, dhe njëkohësisht ne jemi të hapur si këshill që ju të propozoni qoftë edhe detyra të tjera, edhe të vazhdimsi për të. Edhe të lutem, kam mundësi. O kryetar, të marrim përgjigje për pyetjet që kemi bërë. Po bëra pyetje, na është diskutuar me kapiteneri, nuk më dhanë përgjigje, se janë specialistë, janë më ekspert. Korrespondencë, nëse kanë pasur. Keni të bashkëpunuar korrespondencën. Pra dhe institucion e keni bashkëlidhur. Të lutem, e keni korrespondencën bashkëlidhur, janë pjesë e projekt vendimit. E keni shkresat, burroni. Dëgjuam nga ne vjen dakord të rëndësishme numri i këtyre koridorëve, sepse 4 i kontrollojnë, por ata nuk janë të vendosur që do të jenë këtu apo atje. Ato janë 4 koridore dhe ata i kanë të lehtë për të kontrolluar. Koridoret i ka vendosur bashkia. Koridoret mund vendosen atje, mund vendosen në manastir, këto nuk janë zgjidhje, sepse nuk janë edhe vende të sigurta. Kështu që unë mendoj që të propozojmë në fjalë të trashëtim këtë për vendin e ditës dhe një vendje tjetër, të diskutohet edhe një herë edhe me grupet e interesit dhe me policinë kombëtare, që ato 4 të mbeten dhe të pranojnë nga ata qytetarët sepse është gjëra në gjashtë, po 4 diskutojnë, po them që të diskutojnë 4 pozicione të diskutojnë dhe në një vendim pa drejtë. Po punën do dojnë aty ku punojnë. Diçka puna ka gjithë, sepse unë këtë emergjencë nuk e kuptoj, këtë emergjencë për të dalë me njëra tjetër. Çfarë do probleme siguria ka qenë edhe si vjetë, edhe do jetë nga masa nuk të lehta. Kështu që bëjmë një zgjidhje më të mirë duke shtyr pak për vendimin problemet tjetër, mendoj unë. Faleminderit zoti Hoxhiu, ka dikush pyetje tjera? Ku ka, nuk ka ndonjë korrespondencë me kapitenerin. Këtu është për dieni thotë. Mo dhe po të pyes, më thua, të bëra një pyetje, a keni marrë një opinion nga kapiteneria? Po ku t'i bëj? Në komision isha, s'kishte, nuk isha. Ti s'ishe, ishe në gjyq. Të lutem tani. Po të bëj pyetje me një përgjigje. Nuk ka nga kapiteneria. Dhe po pjesë, ka një korrespondencë, është marrë opinioni atyre, këtë përgjigje dua. Nuk ka detyrim ligjor të korrespondencë. E ka. Detyrimi ligjor është me komisariatin. Sigurisht që e ka. Po e parashikon ligji më vjen keq. Atëherë të lutem zoti. Dakor. Zakonisht të bëhet fjalë të flasim me njerëz që kanë opinion praktik.
a ka një akt eksperte që këto korridore kanë eficiencë atë që do implantohet aty. Domethënë, jo thjesht vizualisht, ne nuk shikojmë një gjë në monitor. Tani kur është bërë një studi në një ekspert që është funksionale kjo gjëja, aty që do e firmosin dhe zonë e emergjencë. Sepse ata do të nuk po flasim thjesht, dakord, e marrin në mirëqen shumë mirë, policia kufitare e monitoron vizualisht shumë më mirë këto skaje që ka përcjellur, por aty problemi tjetër i terrenit. Relievi, i vendosen faktorë natyrore, era. Pra, nga këto 12 vjet kape korridore, nuk i referojmë numrit fare, por i referojmë ekspertit që ndonë përgjegjësi për atë që referojmë. Pra, është siguria. Të lutem, zonja Islama mund të kërkosh fjalë. Ka gjë, kemi një breze dhe ka komentojmë. Po, faleminderit, ka dikush pyetje tjetër nga këshilltarët? Jo, unë kam një propozim. Që ky projekt të zhvillimit që u diskutua, mori mendime, do ta propozoja të vitet me 4 korridore për me 6, e ta kaloni për sot, pastaj vendime se ku do jenë edhe 2 korridore të tjera, përveç këtyre që kanë hartën që e shoqëron këtë, le të trajtohen pastaj nga bashkë. Kam një Të lutem, do të pyes. Jemi në mbledhje këshillë dhe nuk mund të bëjmë. Do të marrë fjalën, jemi për procedurë në fazën e propozimeve. Atë do doja opinionin e komisariatit të kufirit të lidhur me propozimin për 2.7. Në kjo se me qëse edhe grupi interesi ka të një Ne dhe 2 dhe 4 dhe 6 do të monitorojmë. Nuk është se do të monitorojmë, por çështja është vetëm të siguria e njerëzve. Dhe këto 4 ne japim siguri 100%. Pastaj po është pjesa e biznesit që janë të jemi shumë të prekur me korridore dhe do ketë shumë debate me njëri tjetrin, do na marrim lajm. Unë nuk flas për biznesin, flas për sigurinë publike. Edhe nga eksperjenca ime, ti ke eksperiencë 30 vjeçare në det pullumbar, unë kam 30 vjetë eksperiencë në policinë e shtetit. Ka ruajtur sigurinë. Për mua është siguria. Siguria e jetës së njerëzve. Tani, dhe siguria ne na tregu më shumë. Ne dhe 6 po t'i miratoni do bëjmë më të mirën për t'i monitoruar. Do bëjmë më të mirën për t'i monitoruar. Kjo është. Duke vlerësuar gatishmërinë e policisë, nuk të gjejmë dhe përfaqësuesit ju lutem të kuptojnë dhe nevojat e tyre, janë me bazë, janë pa bazë, ka diçka që mund të bëjmë më mirë ose ndoshta ja fusim me diferencë, ndoshta ja fusim dhe kod për diçka. Që të jemi dhe ne më të qartë për koni në se do ja pun fjalë. S'ka nevojë të kërkoni nëse do ja. Ta që para vetëm i pushojmë. Nga ana jon neve. Kisha një pyetje edhe për pjesën e këtyre moleve lëndrues. Pak rëndësi ka sa korridore do të caktojmë, në momentin që do të caktohen, ju thoni që korridori është filan vend. Aty ku është korridori, po të vëm tani praktikisht ke ose rër ose shkëm. Në kratë majt ose në kratë djathë korridorit është plazh privat që ka turist. Kur flasim për siguri që të jemi realist, jo të flasim për sigurinë në letra vetëm. Si do vetëm me skaf dhe ti kërkon sigurinë a mua kur më thua ik merre njeriu në rër midis 2 plazheve private. Vendosim mole plus kus që janë super të kushtueshme që kemi vendos vet, na thoni do sillemi këmë të do procedoni do heqim. Është absurde. Jepni një zgjidhje konkrete, reale. Jo zgjidhje vetëm nga letra. Këtë kisha. Si e mendoni? Po, edhe kjo puna e këtyre për aksidentet dhe këto që ndodhin, do të deshëm një grup ekspertësh ose kush është i posaçëm në atë deg, që kanë parë sa turista, sa kalojnë nga Ksamil gjithë vitin turist, edhe sa janë aksidentet. Dhe po të marrin një krahasim të tillë me një vend tjetër jashtë në Shqipëri, në Greqi, diku tjetër, ku ne kemi jetuar, është zero pothuajse. Aksidentet në Ksamil dhe është më i suksesshëm, le themi, dhe mjetet tona është bllokojnë të gjithë trafikun e dynive të turistëve të korrik, gusht dhe shtator atje, sepse ne ata marrin mjetet me qira dhe ikin larg.
dhe ata që i bëjnë me ture, xhiro dhe kështu, ata zhbllokojnë komplet dyndjen e turistëve aty, mjetet tona. Dhe prandaj deshim disa vende që të ishin të posaçme, që të kemi mundësi të afrohemi, por neve me to molet pluskus që thot Renata, është siguri sepse i kemi bërë shumë të gjata, kemi dalë shumë larg tapave. Kemi dalë shumë larg tapave që mos të jemi afër notarëve aty. Kjo ishte zgjidhja vetë. E si mbas statistikave të aksidenteve jemi pothuajse 0 në Ksamil. Mund të jetë 1 në vit dhe kështu po atje kalojnë miliona turistë. Kemi ngritur një grup ekspertësh tanë në podeshe dhe sjellën dhe dokumenta për punën e aksidenteve. Neve kemi ngritur vetë një grup vetë. Po, okay. Kërkesa konkrete është me 6 mole, në 12 na i bëjnë 6 mole. Edhe të cilat të lejojnë këto pluskuse si që kemi neve molet aty, po jo na i heqin KMT-ja. Se kanë harru tani, kanë nxjerrë foto do na i heqin, thonë dhe ne jemi detyruar të futemi brenda në plazh të marrin njerëzit pastaj, se s'kemi mundësi tjetër. Ku të shkojmë? Edhe këtë projekt po doni na e lini pak afat gjatë juve, afat gjatë disa vjeçar që derisa të bëj shteti ose bashkia kush është i përkatës në atë institucion të na bëjnë disa mole vende ankoruese dhe pastaj ne transportojmë ku të na thonë ata, se kemi problem. Por të duam pak afat gjatë, jo vit për vit të presion psikologjik që ham ne. Të jetë pak afat gjatë kjo afat, mos të jetë. Okej. Ju faleminderit. Edhe për pjesëmarrje. Faleminderit. Fjala juaj mbaron këtu para sy sepse për procedurë kemi kaluar në fazën e propozimit. Dhe unë do doja opinionin e ekzekutivit lidhur me propozimin e bërë nga zonja Ushi Pejtise. Nëse ka unë shikoj që gjithë problemi është teknik. Përsa e parket barbajtës të rënë e cila nuk është eksakte me vendimmarrjen e Këshillit. Ne miratojmë 6 vendbazime dhe përsa e përket vendit, 4 janë miratora dhe 2 të tjera të jenë në dispozicion të grupeve të interesit, në mënyrë që të mos ketë shumë raste 4. Pjesën teknike do të gjejmë për korridorin. Pjesën procedurale të miratimit të një projekt vendimi, qoftë edhe propozimi, amendimi në rastin tuaj duhet të shoqërohet me aktin konkret që do të miratohet. Kështu që nëse ju jeni gati të keni sot një hartë se ku do të miratohen, do të shtojnë këto të dyja, bashkë lidheni propozimit tuaj për sa i përket shtesës së projekt vendimit dhe hidheni në votim. Tani relatova procedurën se si mund të propozohet një ndryshim edhe të miratohet. Tani ai unë po pra da shtypër dhe edhe së përgatime më mirë. Da propozoj. Bëra një propozim që të motive dhe shumë në një anë vetëm propozimin e asaj. Kam bërë propozimi që të shpyet të diskutim për mbledhjen e ardhshme. Pastaj bërë vota posimesh këtë gjë. Patjetër. Po sa më votim edhe vetë një. Propozimi juaj ishte konkret dhe eksakt. Sepse mund të japë një zgjidhje në të propozimi zonjës Sankushi do interpretim juridik, sepse siç e tha juristja, nuk mundi ka kaq probleme, kaq mos argumentime, ta bëjmë edhe sjetër, mund të përcaktojmë saktë ato korridore, të marrim edhe mendimin e atyre dhe atyre të rregullojmë ambientin, siç e tha edhe i djalë tjetër, dy janë në shlojë. Faktikisht janë vetëm 2 të propozuara më përpara nga komisariat. Ato 2 tjerë janë të pa Dy janë jo funksionale. Ja funksionale, janë shkallë. Funksionale në linii 4, linii jo funksionale. Dhe për policinë është numër 4. Më falni zoti kryetari. Duhet të kohë për ta parë. Hedhim në votim propozimin e bërë nga zonja Kushi për sa i përket pikës vendit të ditës nga 4 me bazimin në 6. Po është jo juridika, sa po e tha juristja. Duhet bashkangjitur pika konkrete ku janë, si mund ta hedhim në votim. Ku janë pikat? Si do ta hedhim? Por është jo juridik. Ku janë 2 pikat e tjera tani? Një propozimin e... Kësë të hedhësh në votim? Atje do të qetësi. Kush do t'i gjithë se apo po sa punin për djathtë me do t'i gjithë. Është bugoje për ata. Propozime pas zgjidhje, shtojnë 2 kohë kohë. 2 të shtosh në Berdenesh, në shtosh kudo. Si janë zgjidhje ato? Në pra se janë 4 nga 12 dhe janë jo funksionale. E kuptoni që është bugoje për ata.
situatë që gjërësëm i jetë që këshohet në fakt edhe me ekzekutive dhe pasaj të vazhdojë. Po faleminderit zonja Koni, kush është pro zonja Koni? 10 minuta. Po faleminderit.